Bën plot 4 vite nga heqja e lapidarit të dëshmorëve të kombit të ushtrisë lirimtare për Preshev, Medvez dhe Bujanoc. Mëngjesi 20 janarit të vitit 2013 ishte ditë trishtimi për shqiptarët e luginës së Preshevës. Më 20 janar forcat të shumta të xhandarmerisë serbe në orët e hershme të mëngjesit mbushën plot e përplot qendrën e qytetit të Preshevës me forcat të shumta të xhandarmerisë serbe, që kishin ardhur të merrnin lapidarin e dëshmorëve të kombit, të shënuar me 29 emra të dëshmorëve të kombit të ushtrisë lirimtare për Preshev, Medvez dhe Bujanoc. Kjo pllak përkujtimore është konsideruar si provokim nga autoritetet serbe. Kreu më i lartë i shtetit serb, presidenti Tomislav Nikolić dhe kryeministri Ivica Dačić kanë kërkuar heqjen e kësaj pllake. Ata kanë thënë se nëse shqiptarët nuk e bëjnë këtë vetë, atëherë shteti serb do ta heqë me dhunë. Përgjigjja e liderëve politikë shqiptarë të luginës së Preshevës ishte se lapidari nuk do të hiqet, sepse këta dëshmorë dhanë jetën po liri për të mbrojtur pragun e shtëpisë. Pas shumë deklaratave të fuqishme në mes krerëve të shtetit Serbisë dhe liderëve shqiptarë të luginës së Preshevës, u dha urdhër që lapidari të hiqet nga vendi ku ishte vënë, mu pranë godinës së kuventit komunal të komunës së Preshevës. Organizata e veteranëve të luftës këtë përvjetor të heqjes me dhunë të lapidarit e dëshmorëve të kombit e përkujton, duke vënë kuror lulash për t'i kujtuar këta dëshmorë që dha jetën për liri. Ramez Enveri është ky plagu nga Presheva që çdo ditë vjen dhe pastron vendet dhe përkujdeset për këto lule që janë vënë në mungesë të lapidarit. Ai për atë televizion ardhi rrethën për 20 janarin e vitit 2013, që hoqën me dhunë forcat e xhandarmerisë serbe lapidarin nga qendra e qytetit të Preshevës. Në spari, ju përshëndes edhe juve që i keni marrë këtë iniciativë me dalën këtu, edhe me bokit intervjues, po edhe shumë tjera ju takojnë juve, që më folim në pak edhe më përpara. Na këtu nuk do të harrojmë asnjëherë. Por unë veç edhe jam plakën, sot anesa nuk i dihet, por do dalin gjem më të mirë se unë edhe një 20 herë. A këtu mu harru ky vend nuk do të harrohet kurrë. Do t'i vjen dita këtu që do të ndohet edhe si të keni emër ju, si që ju falni do t'i shnete asin, ju keni me pa këtu apete edhe më të modhe se që e kemi pasnu në atëherë. Neve na i kanë morë një plak për këtu vitë. Po dëshmorët na i kemi edhe këtu, edhe këtu. Këtu i kemi. E kanë morë një plak, një 5-6.000 euro në kanë shkue domë me atë plakën. Edhe aq ma fort në kanë forcu edhe në kanë pregadit për t'i bojnë ballë edhe punëve tjera. Shka të kemi nasin. Na kemi pasën punën me drejtësi, që ta dëshmorë që na kanë rënë neve këtu në këtë vend, këta nuk i dashtëm na, nuk u pregaditëm na, këta po na impunun. Serbia na impunoj këto drejt për drejti që na këta mi pasë. Mos ke kja me na impunu luftën këtu, na nuk do t'i keshëm këta. Po na impunoj luftën dhe u desh na s'patëm fuqi me organizu dhe me dole tjena. Shumë na kanë akuzu se nuk kemi dalë të mbrojmë lapidarin, kur është marrë lapidarin. Këto mujtë që flasë diçka. Mon ditë kom nejtë qëtu, me gazetarë tuje, qerët Kosovës, e Serbijës, e Benall të dyshe, shumë tjera dhe Shkupit, unë i këmonë intervjist ma shumë, po na kanë akuzue. Po na kanë akuzue pa të drejten që kanë drejt ata, se na as e kemi prejkë Serbijen, as që kemi nol dilin, as që kemi nol honën, kur gjo as shivin, as borën që ka robur gjithë dimni që kemi nol këtë puna Serbijës, as dilin, as honën këto. Kjo është e qartë dhe e drejt. Atëherë këta, tash du me do në qera, tash ju inqizoni fjallë për fjallë. Këta tash jënë pregaditën me najlon kopili neve, por nuk do t'a kena atë mundësi sa do t'jene modhe. Me najlon kopili neve, me boqe tërkush e me najlon kopili neve. Gjoja se na po pregaditmi për luft, na asa të reshimi pregadit për luft, por na i kanë impunue. Gjoja se na tash kokmi bogati për luft, Kosova i ke për luft, tash t'hi pak të Kosova. Një herë, dullen 10 vjetë e rujtën aty me barikada, të Kosova. Na jemi shqiptarë të gjithë, 10 vjetë e rujtën me barikada dhe me zjarmë. Për vetim me qujnë interesin e tyre diçka dhe mi komprimitu e shqiptarët, pse kanë liftu dhe te kanë liftu. Se na kokmi ma të forë. Pse janë qujnë ata, njëherë janë qujnë pejt, me zbulu ku po do me shku, ta është do t'ja shtërgujnë pejt. Edhe barikada, për 10 vjetë kanë shkue. 2 vjetë kanë kallë gjarbin aty kanë nejtë. E pra me si ashtu, atere të na ma vonë, i bonën barikadat i hoqen, edhe i bonën National Park për miur. Po ku kanë botë kështu, marri trup nores e Serbijës është, a kanë botë dikun që botë National Park, se s'pas ka tjera vene, e me botë aty në përmjuar. Nacionalizm.
hajt, mësjo, buhaja, murin atje. Po të më shkuren, për që ato thash me më prit pak ko. Murin atje, kur e bonin murin atje, tash ta pregadit me një tren me lishue për Kosovë, se Kosova e sërbska, e Sërbijës, atëre me si Kosova e Sërbijës, na do shkojmë të himi atje dhe të bojmë incidente dhe sene. Po jemi të gatë shumë edhe për luftë se o nevoja. A një të shkrepin, të këshurmi ku pojdel. Po, në të shkrepin. Edhe jemi të gatë shumë edhe për luftë e pronën, aty e këthyn të mas. Kur ti kthehesht i Kosova, se krejt Serbia u qunë kom, kur ti kthehet tash Kosova edhe t'ja kthejnë veprat që i ka bojë ushtarakisht me komandë në Kosovë, atëherë do t'i binë pishmon që i ka bojë të gjitha këtu. Edhe 17 vjetë kanë shkue të e luhet. Që shtu, bisedime në Bruxelles, bisedime atje, bisedime këtu, heshtu në qesin Kokërshminës, kur që shiq. Aja bisedime po, vepron kejt qera. Tash ka arë koha, mja zvullu edhe tu, se Kosova se ka pas qare, pa shkuar deri tash. Qare nuk e ka pas, sepse me opinionin e botës me njoftu se na kur kemi konë për luft. Për liri po, amo për luft as njëherë. Po, mësi kështu, po noll e që tash sun po hitin Kosovë me atë trenin, atje për para nacionaliste, kënena me kisha e me popa, ku dhe njune me razë Kosovë, edhe Kosova është e jonja, edhe me darë të vëtë, thoti që na jenë ranë gjumë. S'ka më në gjumë. Na kemi ushtrien tash, na kemi policien tash, kreti kemi sigur këta. Ne ta nisin veç ta, e shofmi kuj pojdel, veç ne ta nisin. A na me nis jo asë njëherë, kur hish, kemi me konë qetë, kemi me konë asim, me drejtësi, me fjallë, mira, me asim, ajo pa ja thonë të gjitha. Plaku në mosh ka dhe një mesazh për liderë politik të luginës së Preshevës, pikërisht për pushtetin lokal të komunës së Preshevës, ku nuk kanë bërë fare asgjë në këtë drejtim për t'u angazhuar për kthimin e lapidarit. Sa punon nga faktori politik shqiptar, Lugin Preshevës, për kthimin e lapidarit? Sa në të punu këtë drejtim, sa të tu për këta, po të thomë, pak që shkurt, asë njerës kanë punu boll, po edhe tash hish. Abonin hish, sepse cilës po i thomë hish. Unë e njohë para dikun me 16 mramje, me 16 këti mujit, kesh Buenos. Edhe i pashun e vetë, ato me topa, me kamiona, me ushri, ketë. Bilet 300 metra na kemi shku për mas, se s'kemi mujt mi kaluhe. Abonin, Buenos të një ku po me sëtë një vetë. A kurse dul ky zavend kryetari këtu ai qeli, dul këtu edhe po thot, mos boni ju panik këtu, kur jo më shihni edhe këto kësaj, më shihni edhe këto mirë, mos ta qesmi na, më jam sheh mirë me bllokue, se ky po na sjell të mira neve që po vjen me këta topa këtu edhe më sjell. Ky tha çashtu, edhe tha nuk ka tha këtu tha për forcime kur jo, po tha është qetë edhe s'ka kur jo. A unë e i posh me sy, e kum po të na me sy gje par gje të dojnë kamiona të plot me ushtri, për pjetë, e kjo s'po ishe, sikur nuk po ishe, nuk po i bujnë sëtë mirë, e ati qetëri t'i ka të shu flokë që kështu deri këtu, e vesh po ishe që kështu për para, zarja ka zonë ato flokë sëtë. A ka arë pi Gjermonisë, më po kryetari Preshevës me udhes Preshevën. Presheva do liri, as nuk do ljop, as nuk do novitore me ndërtu, as nuk do asfalt. Liri do njëherë, qerat i bujnë vetë kejtë. Për ljop, i marrë 2 vjeta, mot, bon ljop. A i pashtu nuk shpreson se do të kthehet më lapidari i dëshmorëve të ushtrisë qëllimtare për Preshevë, Medvezë dhe Bujanoc. Lapidari nuk besoj që e kthejnë këta, po për me konë për këta ma mirë, na imi darë këtu me ngritë këtë zonë. Për që to, edhe ma nena do shkojmë halja në ryshe me protesta, me dishka, ma ne bona ki që i organizojmë protest për gjithë më të modhe, po i thras të gjithë shqiptarë. Ata që i dojnë vullnetar, jo me zorë, këtë vullnetar këtu jemi të punu. Me na dojnë të numër, kemi punë, kemi shka me thonë, e me dojnë në ata këtu është mirë. Munir Rexhepi, kryetari i organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë qëllimtare për Preshevë, Medvezë dhe Bujanoc, me rastin e 4 vjetorit të heqjes së lapidarit të dëshmorëve të kombit për Radio Televizion në Aldi, tha si organizatë veteranëve të luftës jemi duke bërë kërkesa të vazhdueshme për kthimin e lapidarit dhe kërkojmë edhe nga pushteti lokal që të angazhohet më shumë në këtë drejtim për kthimin e lapidarit të UÇPMB-s. Ne në vazhdimsi kemi kërkuar për kthimin e lapidarit, të cilët e hekën forcat e shtetit Serbisë, gjithsesi policia dhe njësitë speciale, Gjandarmeria dhe ushtria serbe. Lapidari është vendosur nga institucionet e pushtetit lokal në bashkëpunim me OVL-n e kryesinë e mëparshme. Ne në vazhdimsi kemi kërkuar për kthimin e lapidarit
dhe do të vazhdojmë të kërkojmë për kthimin e lapidarit, për të kaluarën tonë historike dhe përgjithësi e lapidarit është gjithësisht organet komunale, se vendosin e lapidarit e ka bërë kryetari i komunës Preshevës, në bashkëpunim me kryetarin e Këshillit Nacional dhe gjitha subjektet politike. Prandaj kërkojmë kthimin e lapidarit nga pushteti lokal dhe nga organet e qeverisjes qendrore. Prandaj këta duhet mbajmë përgjegjësi për veprimin e vandal të shtetit Serbisë dhe normal presmi kthimin e lapidarit. Shqiptarët e Luginës së Preshevës mbesin me shpresë se një ditë do të kthehet lapidari i dëshmorëve të kombit atij ku ka qenë.